Tani kemi orën e Kur'anit. Çfarë është Kur'ani? Libri i Allahut. Me cilën sure fillon Kur'ani? Al-Fatiha. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Te surja Shemr, Allahu na mëson se pas vështirësisë vjen lehtësimi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tash ju mësoni, pa keni vështirësi, po pastaj do vjen lehtësimi. Allahu xhalla xhelaluhu di habe krejt rrugët për ne. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pas dekrit të mëngjesit dhe orës së Kuranit, një nga mësimet kryesore të kësaj jave ishte hadithi i njohur që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ja drejtoi Abdullah ibn Abbasit kur ai ishte ende një djalosh i ri. Ruaje Allahun, ai do të ruaj ty. Ruaje Allahun, do ta kesh gjithmonë para vetes. Kur të kërkosh diçka, kërko vetëm prej Allahut. Është domethënëse që profeti sallallahu alaihi wasallam zgjoti t'ia mësonte këto fjalë një fëmije. Kjo na tregon se lidhja me Allahun nuk ndërtohet vetëm kur njeriu rritet, por që në vitet e para të jetës. Fëmijët tanë e mësuan këtë hadith përmes ngjyrosjes dhe aktiviteteve praktike që çdo fjalë të mos mbetej vetëm në letër, por të kuptohej dhe të mbahej mend. Mesazhi i këtij hadithi është i madh. Nëse e ruajmë fenë e Allahut, urdhrat e tij dhe kufijt që ai ka vendosur, Allahu do të jetë gjithmonë me ne. Do të na mbrojë, do të na udhëzojë dhe do të na ndihmojë në çdo situatë të jetës. Kur kemi nevojë, i drejtohemi vetëm atij. Kur kërkojmë ndihmë, mbështetemi vetëm tek ai. Pas mësimit, aktivitetet vazhduan në pishinë. Përveç se ishte një çast relaksi në ditët e ngrohta të verës, noti u bë edhe një mënyrë e bukur për të nxitur aktivitetin fizik, për të forcuar vetbesimin dhe për të mësuar fëmijët ta shijojnë sportin si pjesë të një jete të shëndetshme. Allahu xhalla xhelaluhu në surën Isra, në ajetin e parë thotë se Xhamin Aksa dhe rrethinën e saj e ka bekuar. E ky vend ka qenë kible e parë e muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që ka ardhur në Medinë, diku 16 muaj, 17 muaj është falur në drejtim të Mesjidul Aksas. Një nga temat që trajtuam këtë javë ishte edhe Mesjidul Aksa, xhamia e bekuar në Quds dhe kibleja e parë e muslimanëve. Fëmijët mësuan për vendin e saj të veçantë në Islam, për lidhjen e saj me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe për bekimin që Allahu i ka dhënë kësaj toke. Këto janë njohuri që çdo musliman duhet t'i mësojë që në moshë të vogël, në mënyrë që ta njohë historinë e fesë së tij dhe të kuptojë vlerën e vendeve të tij më të shenjta. Kjo ishte java e dytë e shkollës verore. Na ndiqni edhe javën e ardhshme për të qenë pjesë e rrugëtimit tonë.